Festa e mjaltit u festua dje në njësinë administrative Golem për të tretin vit radhazi, një zonë që shquhet për mjaltin cilësor. Fermerët ekspozuan jo vetëm mjalt cilësor, por edhe panajër kulinaria me gatime tradicionale nga banorët e zonës dhe produkte bio të zonës. Festa e mjaltit vijoi edhe me një program artistik me këngëvalle përgatitur nga Qendra Kulturore Fëmijëve Lushnjë dhe nxënësit e shkollave të njësisë administrative Golem. Bletëritësit tregojnë vështirësitë dhe kënaqësitë e punës së tyre. Ata shprehin edhe vlerësimin për iniciativa të tilla si panajiri që ndikon drejt për së drejti tek puna e tyre, por edhe tek komuniteti. Paka shumë na vin ndim. Për arsye se ndjehemi edhe ne, për shembull, që nxjerrim mallin këtu, ndjehemi më përveligjur pak, që edhe njerëzit na shohin nesër, na thonë që po, ka filani edhe Po sa i përket mjaltit, zona ju shquhet për mjaltin? Shiko, shquhet se ne nuk i majmë vetëm në shtëpi, ne i qëmë tani në kone e lule djellit, i qëmë poshtë, kone e lule djellit. Edhe kështu që ajo jep vet atje, nuk ke nevojë t'i fusësh dorë fare. 10 vjet. Me sa koshere ke nisur? Po, fillimisht me 2-3, pastaj i shtojmë. Ja vlen me është me mjalt? Po ja vlen. Po ka dhe punë vetë, po ja vlen. Se çdo punë ka ato probleme të veta, po. Ku është vështirësia më e madhe? Si? Vështirësia më e madhe ku? Vështirësia. Po dimri. Po smurjet, prapse. Gjipi, ka ato smurjet e veta. Po se ka për kodhe kështu. Po tregun e kesh venda se po e qetë e jashtë? Jo, ne këtu, ne s'po plotësojmë këtu. Ka kërkesa. Ka vite që po kërkohet. Po çmimi si ka qenë çmimi nga viti? Çmimi që nga viti që rritur. E kemi 180, ka vaj 40. E pranishme në këtë fest ishte edhe kryetaria e bashkisë Eriselda Sefa dhe 2 deputetët e zgjedhur Elton Korreshi dhe Asloral Haxhiu. Është një kënaqësi që për të tretin vit radhazi, këtu në njësinë administrative Golem, ne po zhvillojmë traditën e bukur të festave lokale, që është festa e mjaltit. Kemi zgjedhur pikërisht këtë emër duke qenë se kjo është njësi administrative e cila ka një numër të konsiderueshëm fermerësh që merren me bletëritjen, por jo vetëm që duam të promovojmë ato që prodhon kjo zonë, punën e këtyre njerëzve punëtor, por patjetër për të krijuar edhe një aktivitet shlodhës për banorët e këtij komuniteti dhe patjetër që ai që është qëllimi kryesor i festave lokale është që dhe ta promovojmë Lushnjën tonë të bukur edhe nga ana turistike, pasi kemi gjithë bukuritë natyrore për të krenuar dhe për t'i thënë çdo turist i vendas të huaj, mirë se na vini në Lushnjë si në qytet, por edhe në zonat rurale.